Një grup të rinj nga Shkodra dhe diaspora shqiptare u bën pjesë e një aktiviteti të veçantë të organizuar nga Act for Shkodra në bashkëpunim me Germin, duke përshkruar me bicikleta itinerarinë nga qendra e qytetit drejt zonës turistike të Shirokës. Përmes kësaj eksperience, pjesëmarrësit patën mundësi të eksplorojnë nga afër natyrën, historinë dhe kulturën e Shkodrës, ndërsa përjetuan një nga simbolet më autentike të qytetit, bicikletën, e cila prej dekadash mbetet pjesë e identitetit dhe traditës shkodrane. Për mi pa qytetin me bicikëll, Shkodra po doket si një qytet shumë advanced in Shqipërisë, kom pa që si infrastructure. Për më pëlqen shumë hera parë që jam në Shkodër. I think it won't be the last time. So faleminderit shumë për këtë experience. Unë jam nga Tirana, por jetoj në Belgjik dhe në Belgjik përdorim shumë bicikleta, po ama me këtë pamje nuk e kemi dhe jam kënaqur shumë. Për mua vlen shumë, sepse nuk i kam këto eksperjenca atje ku jetoj. Njerëzit janë pak më të ftohtë. Ju na keni dhënë mundësinë që të njihemi me njerëz të rinj, sidomos nga Shkodra dhe nga zonat përreth. Dhe të them të drejtën, kam bërë shumë miq që besoj se do i takoj sa herë të vi në Shqipëri. Ishte një kënaqësi që Act for Shkodra në bashkëpunim me organizatën Germin bashkoi të rinjt e Shkodrës me të rinjt e diasporës në një rrugtim gjatë qytetit të Shkodrës dhe pikës turistike të Shirokës. Bicikleta e bashkuar me rinin diasporën dhe Shkodran bashkë. Këto aktivitete janë mundësia shumë e mirë që kanë të rinjt e Shkodrës që të kenë exchange experience me të rinjt e diasporës. Mendoj që kjo shëtitje Gjelbert ishte shumë fitimprurse për gjithë ne, shiu natyrën dhe bukuritë të mëdha të qytetit bicikletave që është Shkodra. Aktiviteti synoi të forcojë lidhjet mes të rinjve të diasporës dhe vendlindjes së tyre, duke krijuar ura komunikimi, shkëmbimi përvojash dhe promovimi të vlerave më të mira që ofron Shkodra. Organizatorët e cilësuan këtë nismë si një mënyrë konkrete për të afruar brezat e rinj me rënjet e tyre dhe për të promovuar qytetin përmes turizmit të qëndrueshëm dhe aktiviteteve rinore.